Nderuar kryesues, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetor, kabinet qeveritor, sot realisht jemi duke diskutuar një problem shumë të madh ekonomik të vendit tonë, rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës. Realisht gjithë pajtohemi se ky problem dhe kjo sfidë me cilën janë duke ballafaqohuar ekskluzivisht qytetorët e vendit tonë nuk është si rezultat i politikave të qeverisë dhe nuk është tema e çështja e fajtorit që qeveria e ka shkaktuar këtë dëm dhe këtë sfidë me cilën janë duke ballafaqohuar qytetorët e Republikës së Kosovës. Po tema dhe pyetja kryesore është se çka është duke bërë qeveria e Republikës së Kosovës që të mbështesë qytetorët e vet në këtë rrethon dhe në këtë situatë me cilën janë duke u ballafaqohuar, duke u sfiduar në vazhdimsi me rritjen e vazhdueshme të naftit. Me çmimet e naftit, po. Dua që ta bëj një paralele me vendet e rajonit dhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat secili shtet, secila qeveri e përgjithshme i ka marrë mosat dhe veprimet e nevojshme që të jetë në mbështetje të qytetorëve dhe të ekonomisë së vendit të vet. Pro, nëse vendet e rajonit dhe vendet të zhvilluara, të gjitha me përgjithësi, janë përgjigjur sfidës dhe kanë ndikuar pozitivisht me politika të mirëfillta, fiskale dhe me mbështetje direkte, atëherë shtrohet pyetja se pse qeveria e vendit tonë vazhdon të jetë shikuese ose akter e cili vetëm e vëzhgon situatën dhe pa ndërmarrë veprimet e saj të nevojshme, e të menjëhershme, të domosdoshme edhe për ekonominë e vendit, mirë po edhe për qytetorët e vendit tonë. Shumë shtete kanë subvencionuar drejt për drejt qytetorët, kanë mbështetur sektorët më të goditur si transporti, bujqësia dhe kanë krijuar pakot të tëra antikrizë për të mbrojtur standardin e jetës. Gjithashtu kanë larguar aksizën, kanë përshkallëzuar TVSH-n, kanë marrë veprimet e nevojshme të politikave fiskale. Ndërsa sot në këtë seancë ne po shohim në vend që të kishte ide konkrete e debat mirëfillt konkret mbi temën që është thirrur kjo seancë, i shohim deklaratat e formulimet e ministrave ekskluzivisht, po edhe të disa deputetëve që tentojnë ta zhvendosin vëmendjen, e të krijojnë formulime populliste, mirë po koston dhe ballafaqimin me sfidën janë duke e bërë qytetorët e Republikës së Kosovës që ndodhen jashtë kësaj solle. Dua të kujtoj një deklarim të vitit 2018 të kryeministrit Albin Kurti, po edhe të ministrave në atë kohë e disa eksponentëve kur ishin në opozit dhe si lider opozitor alarmonte për rritjen e vazhdueshme të çmimit të naftës. Ndërsa sot, me gjithë këtë fushi politike, kryeministri në krye të detyrës nuk është që alarmon dhe që merr veprimet e tij të nevojshme në mënyrë që të përgjigjet kërkesave dhe të mbështesë në këtë sfidë qytetorët e Republikës së Kosovës. Pro, pyetja e thjeshtë logjike se a e ka pasur me të vërtetë shqetësim në atë kohë jetën e qytetorit, apo e ka tash. Nëse në atë kohë ka alarmuar për çmimin e naftës kur është bërë €1.22, pse sot që është mbi €1.80 dhe me trend rrethën secilën ditë nuk merr menjëherë veprimet e nevojshme që qytetorët e Republikës së Kosovës të jetë në kohën e tyre. E dëgjova ministrin Muroti që tha se kemi planifikuar dhe do t'i ndojmë 200 milion euro në mënyrë që nuk është e duhura, kemi menduar, jemi duke menduar. Janë duke kaluar javë të tëra e det me sfidën e vazhdueshme të rritjes së çmimit të naftës që është duke ballafaqohuar qytetori i Republikës së Kosovës. Pro, është një sfidë e vazhdueshme, mirë po nuk jam këtu vetëm që të ngres e të konstatoj problemin, gjithashtu dua që të ofroj zgjidhje konkrete sepse ato ekzistojnë. Ajo që kërkohet është vetëm vullneti politik. Supori, qeveria duhet urgjentisht të ndërhyjë në politikat fiskale, largimi i akcizës dhe përshkallëzimi të TVSH-s, por në dhe të kishte ndikim të menjëhershëm në çmimin dhe në lehtësimin e borës për qytetorët. Së dyti, duhet vendosur një mekanizëm transparent
për monitorimin e çmimeve, për të parandaluar manipulimin në treg, nuk mund të lejojmë që çmimet të rriten pa asnjë kontroll dhe pa asnjë shpjegim. Së treti, duhet mbështetje direkte për sektorët më të prekur, siç janë transporti publik, bujqësia, bizneset e vogla, ndërsa nëse këta sektor bien, ekonomia e vendit tonë do të jetë shumë sfiduese. Dhe së katërti, duhet të krijohet një fond emergjent për të përballuar goditje të tilla në të ardhmen, sepse krizat janë realitet i ri dhe mundën të kenë jetëgjatësi më të gjatë se sa ne që jemi duke planifikuar. Dhe së fundi, patjetër duhet të jetë si moment reflektimi që të ndërtojmë një strategji afatgjate për të ulur varësinë nga nafta përmes investimeve në energji të ripërtëtshme dhe alternativave të qëndrueshme afatgjate, që do të shërbente si e dobishme dhe e lehtë për të ballafaqur sfidat, sidomos për gjeneratat e ardhshme. Por mbi të gjitha duhet vullnet politik, sepse problemi nuk është se nuk dim çfarë të bëjmë. Problemi është se nuk po bën asgjë. Qytetarët nuk kanë nevojë për justifikime. Ata kanë nevojë për veprim dhe kanë nevojë për rezultate. Nëse veç qeveria vazhdon të qëndrojë pasive në këtë formë, atëherë duhet të themi qartë. Kjo nuk është vetëm dështim politik, por dështim ndaj qytetarëve të këtij vendi. Ne jemi këtu për t'i përfaqësuar, jo për të heshtur përballë vështirësive e sfidave të tyre, por për t'i alarmuar, për t'i tematizuar dhe për të tentuar të jemi proaktiv në dobi të tyre. Prandaj sot kërkojmë përgjegjësi nga kjo qeveri dhe kërkojmë veprime konkrete në dobi të qytetarëve. Çdo vonesë ka kosto dhe koston paguajnë qytetarët e vendit tonë çdo ditë. Faleminderit shumë.